Mirë se erdhët peshor në Letra të Rrethejnë, jam Diana, do bëj leximin e juaj me 9 letra që janë të ndarë në ekonomi, financa, apo punë, dashuri, dhe këtu rezultati e ardhmja e gjithë kësaj rrjedhe. Të dashur peshor, kemi për ekonomin, financat apo puna, çfarë do që jeni të interesuar, është faqe e shkupive, pastaj është 7 të shpatës, dhe pastaj është 10 të kupës. Këtu kemi një fillim të ri. Nuk do thot patjetër një punë re. Mund të jetë një zhvillim i ri, një ide e re, një mendim i ri juaj, apo dikush është duke menduar në punën e juaj diçka të re. Ide, dëshirë për të provuar diçka ndryshe. Ndoshta është nga vetë ju një energji për të lëvizur nga këtu. Por faqe e shkupive në praktik është një ide për punë, një mundësi që të ngacmon interesin, dëshirë për të dalë nga rutina, por kjo është një energji fillestare dhe nuk është akoma e konsoliduar. 7 të shpatës, këtu hyn problemi. Diçka nuk është e pastër. Mund të jetë dikush që nuk po ju tregon gjithë të vërtetën, ta themi kështu. Një marrëveshje me detaje të shehura. Dikush e ka më të futur, ta themi alla shqiptarçe. Ose ti vetë që po mendon të bësh diçka në mënyrë të zgjuar, por jo plotësisht të drejtë. Kjo është letra e strategjisë së fshehtë, por edhe mashtrimit. Gjithsa 10 të kupës është ironikisht rezultati duket shumë i bukur. Stabilitet, kënaqësi, harmoni i ka kjo letër këtu. Por duhet kujdes, nëse baza nuk është e pastër, nga kjo letra po bazohemi, kjo lumturi nuk është e qëndrueshme. Apo, kur them lumturi, kjo ide për punë, kjo mendim që e keni, nuk është e qëndrueshme. Fillon pra me një jetë të re, ta them në punë, një ide re, futet një element i fshehtë ose jo fort i pastër. Të keni kujdes me kë bashkëpunoni. Dhe krijohet një ndjenjë gjithçka po shkon mirë, por jo mbi baza të forta. Dua të them jo mbi themele të forta. Mos prano, peshore, mos prano asgjë që nuk është e qartë 100%. Mos bëj kompromis me drejtësinë për një rezultat të bukur. Për punë dhe ekonomi u kuptuam, po dalim të rendi i dytë që ka të bëjë me dashuri. Kemi kalorësin e kupës, pastaj kemi 4 të monedhës, edhe pastaj kemi mbretin e shpatës. Kalorësi i kupës është një romantik, shfaq ndjenja, afrimitet, dikush po vjen me emocion, ose ti vet je në këtë energji peshor. Mund të jetë pra në praktik dikush të afrohet me ndjenja, komunikim i bukur, ndjesi që po ndodh diçka e mirë. Por 4 të monedhës vjen sikur mbyllje. Ti ose personi tjetër nuk hapet plotësisht. Këtu njëri është po vjen, po futet në, por jo që të dy. Ndoshta frikë për të dhënë, mbajtje e ndjenjave për vete, kontroll emocional, mund të jetë këto. Por mbreti i shpatës e ftoh situatën. Vendim logjik, jo emocional. Peshor, vendos një kufi, analizo situatën. Nuk lë veten apo nuk ta lësh veten të përfshihesh pa menduar, ta them kështu. Pra, fillon me një ndjesi, me një ndjenjë, mbyllesh për të mbrojtur dhe në fund vendos me logjik dhe jo me zemër. Peshor, mos u fut në një lidhje vetëm me emocione, por as mos e mbyt atë me kontroll. Në çdo gjë duhet të ketë një balancë. Duhet pra balancë, jo ekstrem.
Dhe radha e dyta, por rendi dytë, është rezultati e ardhmja e gjithë kësaj punës dhe dashurisë që dyja bashkë është kalorësi i monedhës, njeriu i varur dhe mbretëresha e shkopive. Kalorësi i monedhës është energjia më e ngadaltë në tarot, por është dhe më e sigurta. Kjo është ecje ngadaltë, por e sigurt. Nuk ka drama, ka stabilitet. Çfarë pasqyron letra? Sikur situata po stabilizohet, nuk ka ndryshime të mëdha të menjëhershme, por ka vazhdimsi, një lloj stabiliteti. Ndërsa njeriu i varur, këtu vjen një lloj ndalese të dashur peshor, ku situata ngec ose kërkon të shohësh gjërat pak me një këndvështrim ndryshe, pra edhe pse po ecën ngadalë, jam në rrugën e Durrësit, po vete të bësh një lloj reflektimi. Duhet të sakrifikosh diçka, peshor. Duhet të ndryshosh perspektiv. Nuk mund të vazhdosh si më parë. Këtu i kemi edhe për punë dhe për gjitha. Të keni kujdes pra. Edhe mbretëresha e shkopive, kjo është rikthimi fuqisë personale. Nëse, siç del këtu, ndryshoni këndvështrimin e juaj, absolutisht ndryshoheni, apo gjërat bëhen, të them, rikthehet fuqia personale e juaj, vetbesimi, tërheqja, kontroll mbi jetën tënde. Do të jeni më të sigurt me drejtimin, nuk varesh më nga të tjerët emocionalisht. Pra, ecën ngadalë, ndalon për të reflektuar, për ndryshuar këndvështrimin dhe pastaj rikthen fuqinë dhe kontrollin mbi veten. Është goxha bukur. Mos e shiko ndalesën si humbje, asnjëherë. Ajo është momenti që të tregon, në fakt, të them, dhe që të çon në një version më të fortë tëndin. Pra, jo çdo gjë që duket e bukur është e pastër. Këtu duhet të futeni ju pra, dhe jo çdo ndalesë është humbje. Ndonjëherë është dhe ngritje. Tani, kur e marrim në përgjithësi leximin, e shikojmë që financa i det të mira, por rrezik me gjëra të fshehta. Duhet të keni kujdes me kë flisni, kë bashkëpunoni, kujt i besoni, apo dhe vetes ndoshta duke munduar për të arritur diçka në mënyrë pak shady, pak në rrugë më të shkurtër. Sido që të jetë, në dashuri ndjenjë absolutisht, por dhe mbyllje, sikur me një vendim logjik. Në fund tregon stabilitet jeta juaj, ndalesë për të parë, ndryshuar këndvështrimin, siç thash, dhe forcim personal. Të dashur peshor, kjo çdo gjë do varet nga ju. Të keni syt 4 në punë, të keni kujdes, të mos mbylleni plotësisht, por jo as edhe të hapeni, që të mos ripërsëritni gabimin e të kaluarës, dhe këtu duke ndryshuar pikpamjen këtë vëzhdrimin, goxha do riktheni kontrollin në jetën e juaj. Edhe pse gjërat mund të ecin ngadalë, ato po ecin drejt ngadalë, por sigurt.